Transportuesit nga Maqedonia sërish përballen me probleme me qëndrimin e kufizuar në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe pse më herët ishte arritur një marrëveshje, ata thonë se ajo nuk respektohet fare dhe se nga shtatori, kur u skadon qëndrimi i lejuar në vendet e zonës Schengen, shumë prej tyre do të përballen me problemin se nuk do të mund të hyjnë në BE. Me këtë problem nuk përballen vetëm transportuesit e vendit, por edhe ata të rajonit, si Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Malizi. Biljana Muratovska nga Makam Trans deklaroi për Televizion 21 se nesër, në një takim të përbashkët, do të ndërtojë një qëndrim se çfarë masash do të ndërmarrin, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që sërish të organizohen bllokada të kufive. Këtë herë ato do të jenë edhe më radikale, me bllokimin e të gjitha pikave kyçe në Ballkanin Perëndimor, me çka do të ndalej edhe furnizimi ndërmjet BE-s dhe Europës Juglindore. Sve je možno, znači ne ništo nadvor od, kako se vika, dogovor, međutim ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Се собираме секоја од своја страна со искуствата на терен што ги има, да можеме да изградиме некоја стратегија подобра него што е во моментот. Problemi zgjat që nga tetori vitit të kaluar, kur Bashkimi Evropian filloi të zbatojë dispozitat kufizuese për qëndrimin edhe për kamionistët nga vendet jashtë BE-s. Edhe pse në prill të këtij viti u arrit një marrëveshje e cila parashikonte fshirjen e ditëve të kaluara më parë në vendet e Schengenit, shoferët thonë se ajo nuk zbatohet. Imаме на некој начин различни случаи. Кај нас има случај да на неколку гранични премени по погрешни денови им, кои што им се слободни на возачи да се според електронскиот систем и тоа го пријавиле непративно исто до Брисел. Например, во Хрватска им викаат место 15 дена, во Маđarska кои влезат им викаат 40 дена, што е различно. Në fillim të këtij viti, transportuesit nga rajoni organizuan bllokadat në kufi, me çka u ndal transporti i kamioneve nëpër Ballkanin Perëndimor. Pas disa negociatave u arritën një marrëveshje e caktuar, e cila nuk është zgjidhje e përhershme, por u dëshmua se edhe ajo nuk respektohet. Kohë më parë, ministri i transportit Aleksandar Nikolovski deklaroi se Maqedonia po e zgjidh në mënyrë të pavarur me rregullin 90-180, i cili ka të bëjë me qëndrimin e shoferëve në BE. Në korrik, ai deklaroi se ky problem është zgjidhur me 8 shtete, ndër të cilat Zvicra, Kroacia, Rumania, Bullgaria dhe Greqia, ndërsa marrëveshja me Sloveninë, Austrinë dhe Gjermaninë ishte në fazën përfundimtare.